طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Vllazërit të nderuar, jemi tek përmbledhja e fetavave të Imam Albonit rahimullahu taala. Kemi arritur tek kadaja edhe kaderi i Allahut azza wa jall. Një prej çështjeve shumë problematike që ka ekzistu qysh në fillet e para apo edhe që kanë deviju dy grupe në këtë çështje. Kadaja dhe kaderi. Çfarë do të thonë kada, çfarë do të thonë kader? Kaderi është përcaktim, para përcaktim. Do të thonë është përcaktuar një gjë, ndërsa kadaja është realizimi i qati përcaktimi, që është përcaktuar. Tash të dikush mundet me ardhe dhe me thonë, Allah ma ka caktu mu konë unë e jo besimtar. Po vazhdoj që shtu mu konë. Allah ma ka caktu mu konë besimtar. Po vazhdoj që shtu mu konë. Po vetëm një pyetje ju ja boni të tillëve, ku pe din ti? Tja e din që Allah ta ka caktu ty, ta ka shkruar që ti je besimtar apo jo besimtar? Nuk e din. Kjo është në dorën e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj që ky caktimi i Allahut azza wa jall, a do të thotë që Allah azza wa jall po hin vullnetin tënd personal? Kjo është padrejtësi mësni. Që unë pëlqej dorën. Apo më thotë Allah me çu dorën? Në kuadër të sistemit që e ka kriju Allah azza wa jall, unë i kryj gjitha ato lëvizjet. Jashtë këtij sistemi s'më më kryj lëvizje, apo? Nëse munona unë me dal jashtë këtij qielli, nuk më dal. Kretë çka është brenda këtij qielli është. Këtë ato raketat që thojnë NASA, sen, këtë janë brenda qiellit të parë. Nuk mundet, a jetë kuranor ka, nuk mundet me te i kalu këtë qiellin. Këtë sene që i kanë po brenda këtij qiellit. Andaj edhe ne, çka mundëm me bo vetëm brenda këtij sistemi që e ka kriju Allahu azza wa jall. Edhe dyta, nuk ta imponon Allah azza wa jall me bo një gjuna, po ty takona me bo gjunajin. Sepse sikur, Allah azza wa jall me ta imponu, me pas, do më thonë, njërë detyrushme me bo ti gjunajin, atër pse me të marën përgjësi Allah azza wa jall? Pse me dënu Allah azza wa jall? Kjo i atribut padrejtësi Allah subhanahu wa taala. Po shtrot pyetja pse e ka caktu atëre, pse e ka shkru? E ka shkru sepse e din krijues është. E din të ardhmen Allah azza wa jall. Nëse një profesor vllazni, një profesor mundet me aqit një nxënësit vet, kur ta sheh atë vullnetin e tij që mëson, ja qet 5 ti mëson, i thot. Hiç pa e pyet ja qet 5. Pse se paraprakisht e din që ky mëson. Atëherë ku është krijuesi absolut? Nëse na themi që krijuesi nuk pe din të ardhmen, nuk është krijues ai atëherë. Çka ka problema me shkrujt këtë çështje? Ti mos e marr me shkrimin fare. Ti merru me vullnetin tënd pe bën dhe s'pe bën. Çush thash? Unë që tash e çaj dorën, që tash e uli dorën. Që tash i tham hadisit, mshele kamerën, s'm thot mua Allah, mshele mos e mshel. Gjitha senet këtë botë janë të krijume për ty me ta lehtësu në një aspekt. Sheikh Albani rahimullahu taala thot, është detyrë thot, besimin kader, në të mirën edhe në të keqen. Qoftë të mirë, qoftë të keqen. Dikush thot ti pja atribon të keqen Allahut subhanahu wa taala. Allah nuk është i keq, Allah është i mirë. Allah ka kriju të keqen, po të ka thonë ruji për të keqes o vëlla. Po e bëjmë pak një lloj krahasimi. Për shembull, nëse një person ta zon këtë botë duke e hap një rrugë, duke e rregulluar një rrugë, edhe ka qellu një grup aty. Edhe ajo grupa kur ti ec me automjet, mundesh me bë dëm apo? A është e keqe që ajo grup në pamjen e jashtme? Po, është e keqe. Mirë, po Allah subhanahu wa taala apo njeriu çka po ta qet ty një shenjë dhe po të thot këtu ke kujdes. Njëtë në gjodha Allah subhanahu wa taala. E ka kriju të keqen edhe të mirën, të ka thonë ruji prej të keqes, të ka çu pejgamber. Shejtanin normalisht e ka kriju, por se të ka thonë kjo është armik i yti. Largoju prej urdhave të shejtanit, sepse e ki armik të përvetuar. Për atë arsye na besojmë në kaderin e keq edhe të mirë. Kushdo që nuk beson,
ai ka bo shirk në Allahun subhanahu wa taala. Thot dhe sa Allahu i lartësuar e ka shkruar, paracaktuar për çdo njeri lumturinë edhe mjerimin. Furnizimin e tij dhe afatin e jetës e gjerin kur ki me vdek. Nuk të shtyhet afati i vdekjes. Që kjo të bën vllazni, kur ti, aleikum salam, që kjo të bën vllazni, ju bën vllazni, kur ti e ki mbështetjen e fuqishme në Allah subhanahu wa taala, që në bark të nonës, Allah azza wa jall, ta ka caktu dekën. Ta ka caktu dekën. Nuk mundesh as me shty, po as më herët me thonë, më gje vdekja. Po atë arsye muslimani nuk e ka gojle vdekën. Nëse i merr shkaqet që ja ka liu Allah subhanahu wa taala mi vepru. Valla nëse shkoj këneja, ti shko, nëse ta ka leju Allah subhanahu wa taala në qatë rrugë me shku. Pastaj vdiqe, nuk vdiqe, ka me të ndodh ajo që ka e ka caktu Allah subhanahu wa taala. Është një historie, jo një historie, po një histori, sa është e vërtet, nuk e di. Edhe një non, po i thot djalit vet, thot kum pa ondër se kime vdek nesër, sepse ka më fundos anija. Ka më fundos anija. Edhe kështu që unë po të këshilloj nesër mos me shku atje, se të kum pa të dek. Po fundoset anija. Në rregull. Edhe kjo e ngonën në vet, kur i vjen caktimi i Zotit për me vdek, e lyp një gotë ujë. Sa është e vërtet nuk e di unë, thjesht veç kështu, më thonë që përflitet, po është shumë mësim merr prej kësaj ngjarje. E merr e lyp një gotë ujë, gjatë pirjes së gotës ujit. Në çatë moment, ky to e pi ujin, edhe anija atje po fundoset. Edhe ky po vdes, edhe ata atje po vdesin. Ma do me thonë, caktimit Allah subhanahu wa taala s'mush me ik. Kudo që ti shkon, ka me gjetë vdekja. Fortifikata me pas. Ty ka me gjetë vdekja. Dhe kur muslimani i beson kaderit Allah subhanahu wa taala, nuk friksohet nëse i merr shkaqet mbrojtëse. Po jo me thonë valla, ka caktuar Allah me dekun e po du me rapi urës. Jo se atëre ki përgjegjësi tek Allah. Sepse i e bo katili vetvetes ti. Me po nëse ti i merr gjitha shkaqet mbrojtëse dhe të ndodh ajo çka ka caktuar Allah subhanahu wa taala, po se ki gale. Së të merë përgjësi Allah subhanahu wa taala. Pik tjetër, thot Shekh Albani, mohimi kaderit është shirk. Është shirk. Është dalje pi fesë. Thot kaderi është çdo gjë që do të ndodhë në të ardhmen, e që është ndodhë me dijen e Allah dhe vendimin e tij. Çdo gjë që ndodhë është e shkruar në Lauhi Mahfuz, thot dhe përfshihet në dijen e të mëhershme të Allah subhanahu wa taala, ndërsa njeriu i lehtësohet që të veprojë dhe të zgjedh. Njeriu i është paracaktuar çdo vepër që do të veprojë, qoftë ajo e mirë apo e keqe. Allah nuk i cakton diçka besimtarit, vetëm sa ajo është mirësi për të. Abdullah ibn Omerin, kona Abdullah ibn Omerit, u paraqitën kaderit, u paraqit që ky bidati që me mohu kaderin Allah subhanahu wa taala. Çdo vllazni në historinë islame, kur u paraqit një grup, më njëherë u paraqit grupi tjetër për me godit këtë grup. Kur u paraqit kaderit që e kanë mohu kaderin, janë paraqit xhebrit në anën tjetër e kanë bë njeriu robot. Qysh robot? Ti s'mundesh me bë kurrë për vetë se çka të ka caktu, po se po, por se edhe çka ta imponon Allah subhanahu wa taala me bë robot. E mirë, atë pse me të dënu Allah zë nëse ti nuk i në vullnetin tonë të lirë. E kaderit që kanë thonë, kaderit e kanë mohu kaderin. Caktimin Allah të kanë mohu. Me një aspekt ja kanë atribu Allah subhanahu wa taala pa diturin. Unë s'po di ka Allah zë në tardhmen se çka ka me ndodhë. Ata çfarë krijuesi është kjo vëlla? Krijesa nuk e din të ardhmen, ndërsa krijuesi e din të ardhmen. Besimin kader është dy nivele, ku secili prej tyre përfshin diçka. Niveli parë është besimi se Allah subhanahu wa taala e ka ditur me dijen e tij se çka ka me ndodhë në të ardhmen. Bile e dini hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çështjen e parë apo gjën e parë që ka krijuar çka është lapsi. Edhe i ka thonë lapsit, shkruaj. Çka të shkruaj i arab? Shkruaj çka do të ndodhë deri në ditën e Kiametit. Edhe ka shkruajt. Kretë caktimet Allah subhanahu wa taala. Pastaj vllazni, a e dini që ka hadith duaja e ndron kaderin. Ka kadere që janë vjetore, ka kadere që janë jetësore, ka kadere që janë natën e kadrit.
Për shembull, në natën e Kadrit ndryshon kaderi. Bën dua, ka pas me të godit diçka, ti bën dua ta heq çat kader Allah subhanahu wa taala. Po shtrot pyetja edhe kjo dua është kader. A pe kuptoni? Atë duhet më rujt muslimanin këto çështje me i marr ashtu siç janë. Kaderi Allahut është urtësia Allahut subhanahu wa taala, sepse njeriu veç fillon me deviju. Thot çka? Pika parë, me të cilën thot është cilësuar në dijen e tij, e se çfarë do të punojnë krijesat, ai ka ditur të gjitha gjendjet e tyre nga veprat e mira dhe adhurimet, mëkatet, shkeljet, gjitha këto gjëra i ka ditur, por atë arsye dhe i ka shkruar. Më pas Allahu i lartësuar ka shkruar në Leuhul Mahfuz, thot paracaktimet e krijesave, dhe gjëja parë që shkrua, siç tham lapse, thot shkruaj çka të shkruaj deri në ditën e Kiametit. Kjo është niveli i parë, besimi në dijen e Allahut subhanahu wa taala. Besimi i dytë, përmbushja dëshirës së Allahut. Te dëshira vllazni, janë dy dëshira, janë dy vullnete. Janë dy vullnete. Një vullnet që kur caktohet që ajo ka më ndodh, nuk ka çare pa ndodh. Dhe një vullnet tjetër është që Allahu e don apo nuk e don dhe mundet me ndodhe kundërta. Qysh kjo ka mundësi? Ka mundësi me ndodhe kështu? Mirë, që pyetjen pjo bojane, që shtot Shehu Thejmini? Kur e së qadrën, vullneti kozmologjik dhe vullneti shariatik. A e don Allahu azza wa jall kufrin? A e don Allahu azza wa jall shirkun? A e don Allahu azza wa jall mëkatet? A i don? Jo. A e don Allahu azza wa jall dënimin me zjarr për ty? Jo. Po ty po të fut në xhenem, çish më ja bë kësaj pune? Me po ti veprat jetu i bo për xhenem, futet pastaj vullneti tjetër që nëse ti e bon kët dhe kët, do ta merr kët dhe kët. Mi po nuk është i dashur Allahu subhanahu wa taala që ty me dënu. E njëjta gjë është me prindin, po e themi pak me thjeshtëzu që me kuptu ma mirë. Nëse fëmia bën për shembull një dëm caktuar, edhe ti e rrah. Mi thon prindit, babës mi thon, a e don ti rrahje ndaj djalit tënd? Jo. Po pse po e rrah? Apo pse po e bën këtë vepër që me disiplinu fëmin tënd? Vallai nuk po merr vesh ndryshe përveç se çështët. Njëta gjë është edhe me Allah subhanahu wa taala. Gjynojnë po e bën që me marr dënimin, sepse janë rregulla që nuk ndryshojnë. A lind dielli prej perëndimit deri në fund kiametit? Nuk lind. Sa është rregull. Dita, nata, është rregull, nuk ndryshon. Para kiametit ka me ndryshu, ka me lind dielli nga perëndimi. Në janë sene që nuk ndryshojnë. Disa gjëra pyetësh, në disa gjëra nuk pyetësh. Për shembull, zemra ty që të rrah vllai jam. A pyetësh për zemrën që të rrah? Nuk pyetësh. Rrahu nuk rrahu, s'ki më pyet. Po çka ki më pyet? Ki më pyet për veprën që ti e ki në vullnetin tënd. Mi po në trupin tënd se çka ndodh, nuk pyetësh për vetë se nëse ti e dëmton, atë normalisht sepse edhe trupi është emanet. Bile. Trupi vllazni, kur e pata shpjegu për punën e feminizmit, femnat apo ku e diun këto që e shesin edhe trupin për një çështje shumë të vogël dynjos, pasunisë kësaj dynjos, trupi jot motor e nderuar nuk o pronë jotja. Kjo nuk o pronë jotja. Mos mendoj që është pronë jotja. Kto ta ka dhuruar Allahu azza wa jall. Kjo pronë tjetër kujt? Kjo është rujat pronë që ta ka dhënë Allahu azza wa jall. Shfrytëzojmë të mirë se ta merr. Në ato momente mund me t'i marrë syt, në ato momente mundet me të verbru, apo ku e di une me ta quni smundje, do t'i s'ki qa me bu. Pastaj thot, kaderiet e mohojnë kaderin, dërsa nga kushtet e besimit është besimin kaderin të mirën të keqen si shtam, andaj me dhebi gjebrive dhe i kaderive është i kod ndërsa vërtet agjendet mes tyre. Që shtam, ka ndar havaregjet, i kanë bo qafira musliman, kanë dalë pastaj murgjet kërejt, kanë dalë aut, kërkon se kanë bo qafir, edhe kanë thonë drejt personi me gjynoa më të mëdhaja, e ka imanin sigur Gjibrili a.s. sigur Muhamedi a.s. ka me shku drejt në gjennet, pa asni, do më thonë pa asni, do më thonë nivelin e imanit, realisht e ka sikur Gjibrili dhe sikur Muhamedi a.s. dhe nuk rritet as nuk paksohet. Shtrohet pyetja vllazni, nëse ti thu që vepra nuk është prej imanit, atër automatikisht që a peshini vllazni bidati ku e sjell bidatin. Për atë arsye kanë thonë ulemaj, Imam Berbehari ka thonë, bidatet në fillim janë përzime me synete. Kush i kupton këto? Përveç se alimat, dietarët. Nëse nuk godasin dietarët,
shumica e popullit nuk I merr vesh, se janë të përzime. E nëse nuk flitet, kjo kada ka dole rritet pastaj bidati bëhet din. Dhe bidati pastaj e sjell bidatin tjetër, që ka ndonë ulemaja, rana e sjell ranën. Ranë me një mesele, për me mbrojt tash këtë ranën, du të me ranë tjetër mesele, e kështu me radhë bëhet mëkatin e sjell. Shiko për shembull, fillim ti kur thu vllazni, kur të thoni që vepra nuk është prej imanit, cilën bidat du të me ra, du të me thonë që imani nuk rritet edhe nuk paksohet. Apo? Se kush I rrit imanin? Vepra. Fillimisht ti po e hekish veprën prej imanit, po thush që vepra nuk ka iman. Nëse hek veprën prej imanit, atër automatikisht ti kimi ju thonë njerëzve që imani as nuk rritet, as nuk paksohet. Për atë arsye kanë thonë ulemaja, kushdo që thot, imani rritet edhe paksohet, ajo është larg prej irxhas. Larg prej irxhas, shumë larg. Se s'ka mundësi një musliman, një ahli sunneti wal xhamaa me thonë imani rritet dhe paksohet e njëkohësisht me thonë vepra nuk ka për imanit. S'ka mundësi. Është të nakut ka. Nuk ka mundësi. Sepse imani në rrit vepra, gjunaj e pakson. Mu'tezilit e mohojnë kaderin, kurse xhebrijet pohojnë se njeriu është I detyruar. Ose mu'tezilit e kanë marrë, domethënë prej kaderive, se grupet e ndryshme vllazni marrin prej secilit grup kanë bidat. Kanë bidat edhe I bëjnë, do thot e bëjnë një methep të caktuar. Jeta e njeriut është e kufizuar. Më thonë çu shtam, është një sistem brenda këtij sistemi, çka do që ti bën, nuk mundesh me dalë jashtë këtij sistemi. Ç'a dush ti bën? S'mush me dalë jashtë. Ç'u tu e ki? Më thonë, këtë çarkullimin brenda e ki, sikur gjaku që është tek organizmi që sillet, që s'del tjetër kon veç aty e ka, circulus sanguinus minor major, që është e madhe e vogël, qashtu edhe është edhe kjo botë. Thot lumturia apo mjerimi I njeriut është nga dia më hershme Allah subhanahu wa taala, vepra mirë është e lidhur me lumturinë e njeriut, kurse vepra keqe është me mjerimin e tij. Allah I lartësuar ka shkruar për secilin njeri lumturinë dhe pikëllimin e tij, dhe megjithatë ai na ka udhëruar që të punojmë. Puno, bën vepra të mira, Allah subhanahu wa taala ta lehtëson në atë punë që je kriju. A keni vërtet vllazni, këtë vllaznit e kanë një dirë që Allah ja lehtëson me vepru apo me punu, që nëpërmjet çasaj derë Allah subhanahu wa taala e bën xhenetli. Dikush Allah azza wa jalla ja ka lehtësu me dhon sadaka. Ç'a ty shfrytëzoj vëlla. Dikush të ka dhon në çështjen e rrjeteve sociale apo çështjen e programimit, shfrytëzoj ç'aty, sepse ç'aty ta ka qel derën Allah azza wa jalla. Dikush ta ka dhon Dikujt ja ka dhënë Allah azza wa jall oratorin gjuhë, shfrytëzoj ç'aty. Dikush në shkrim, unë di personalisht, ka dhe dietar, po ka dhe hoxhallar, që të folmen e kanë shumë akademik. Me bëmi hinë shkrime, nuk janë tërhec. Po e kundërta, ka njerëz akademikë vllazni. Me bëmi hinë shkrime, ti kokën e kap, duhet ka 2-3 herë mi lexu për mja kuptu atë narrativën që e bën në shkrime. Me vononën tjetër, kur ti thu çu fol, 2 fjalë s'di mi lidh. Ata ka lehtësu Allah qatë dirë të shkrimit, shfrytëzoj ç'aty. Unë shpesh e përmendja, Allah subhanahu wa taala, Allah azza wa jall, ja ka lehtësu, ja ka qel dirën Hoxhës Zejt, për shembull, në përkthimin e librave. A ki po, veç përkthel. E ka mush libra shqiptarin të përkthy prej arabishtës. Ç'aty tankohen. Dikujt derse, dikujt sadakat, dikujt namaz, edhe jo rastësisht janë 8 dyert xhenetit apo 8 dyert xhenetit janë. Dera xherimi, dera zakati, dera namazi, dera. Ç'aty e kush ka me hi për këtë dyrve? Ebu Bekri radiallahu anhu, që na sun bom si ai. I lumtur është ai që I është caktuar lumturia që në barkun e nënës, ndërsa I mjerë është ai që është caktuar mjerimi që në barkun e nënës tij. Kërkohet nga I smuri që të jetë I kënaqur me kadane Allah subhanahu wa taala, të tregohet I durueshëm ndaj kaderit tij dhe të ketë mendim të mirë për Zotin e tij, të jetë midis frikës dhe shpresës dhe tij dhe I ndalohet të dëshiroj vdekjen. Ka thënë Muhamedi alayhi salatu wassalam, askush mos vdes për vetë se duke menduar mirë për Allahun subhanahu wa taala. Zakonisht njeriu kur është I smut, I vjen shejtani me çu mendën tek Allahu për të keq. Na ish një nin disa xhaila, ku më gjet Allah veç mu. Gjithaj millet mu më gjet me maçu që të smundje.
Kjo është kufër është. O rrezik kjo punë. Allahu Azza wa Jall të ka thënë, ndoshta po do me të ngrit vllai jam. Ndoshta me veprat e tua që ti i bën, nuk po mundesh me arrit Jannatul Firdaus. Allahu Azza wa Jall po të çon bela. Për besimtarët në këtë botë ka hadithe të pejgamberit alayhi salam që ja fal gjunahet Allahu Azza wa Jall, ju çon tërmete, ju çon bela, ju çon smundje të ndryshme. Gjitha këto gjëra çka bëjnë? Dhe jo rastisht ulemaja kanë thonë, tërmetet janë për besimtarin sprov, e për kafirin çka janë dënim është. Për atë arsye nëse ti e vllai jam besimtar i bën sejdë Allahut subhanahu wa taala, nëse të vjen një bela, asnjëherë mos thuaj që Allah po më dënon. Po thuaj që po më sprovon edhe po mi fal mëkatet. Ndërsa për kafirin është dënim në këtë botë dhe normalisht edhe sabri tek ismuri është çështje që duhet të jetë. Vërtet Allahu i Madhërisëm i ka ndarë moralet mes jush, ashtu siç ju ka ndarë edhe furnizimet tuaja, dhe sa Allahu i Madhëruar ja jep dynjon atij që do dhe atij që nuk do, por fen ja jep vetëm atij që do. A psheni? Çfarë? Allahu Azza wa Jall ja jep dynjon atij që do, që e don, që është besimtar, edhe atij që e shon Allahu subhanahu wa taala. Mirë po fen ja jep veç ati që e da. Andaj ti si vëlla musliman që je, nëse ki fe, nëse ju ke kthy Allahut subhanahu wa taala, nëse i kryen obligimet, Allahu ty të ka përzgjedh edhe po don me të fut në xhennet, mos e hub këtë gjë që ta ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Ndërsa tek ne çka thënë? Nëse e shohin një person që është turr gjunaheve edhe ka pasuni, thënë Allahu pe don çet person. Ndërsa ajo është turr gjunave, po hadithi thot, kushdo që i ka çdo vepra, ai është drejtu për xhenem. Veç është u mush. Ndërsa Allah subhanahu wa taala kur e don një rob, një mëkat kur ta bën i vllazni. Shihni vetën, në herë kur ta bëni një mëkat. Nëse ju vjen një sprov, thuni elhamdulillah, sepse Allah po don me na sprovu. Nuk po na lën me na mush atë kuotën e gjunaheve. A keni vërejt për shembull? Si ta bëjmë një gjuna, apo ku e dione, për njerë një belona vjen, kjo është e mirë për neve. Pse se për na fshin me njëherë gjunahin? E në të kundër të në themi, pse për na sprovon Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj thot, vërtet, afatet e jetës e gjelit janë të paracaktuara, ditët janë të numruara, furnizimet janë të ndara, dhe asgjë nuk përshpejtohet, as nuk vonohet nga caktimi i saj. O kry puna, nëse nuk afrohet shpejt apo nuk nuk përshpejtohet apo nuk vonohet, dije që kjo është prej caktimit Allahut subhanahu wa taala. Mbajtja e lidhjeve farefisnore është shkak fetar për shtimin e furnizimit dhe jetëgjatësisë së njeriu. Nëse i mbani lidhjet farefisnore, ju shtohet jeta, edhe çka? Edhe furnizimi. Çka kanë thonë ulemaja? Ulemaja kanë thonë po qoftë edhe me një mesazh, një selam që ja jep në Viber apo në WhatsApp apo këtë diune, që kjo është mos shkëputje e raporteve ndërfamiljare. Bile subhanallah shumë mirë e ceki Hoxha Adnan, tha problemet në shtëpi, ngritja zërave mes burrit dhe gruas, fëmijëve, këtë diune, e hum tha bereqetin në shtëpi. Me çfarë argumenti e krahasoj me hadithin e natës së Kadrit, ku Muhamedi alayhi salatu wassalam doli tek sahabët dhe deshti m'ju tregu një lajm. Çka? M'ju tregu për natën e Kadrit. Edhe ata veç kishin nis mu kacafyt, po themi me fjalë kështu, në mes veti. Çka tha? Çka ju tha Muhamedi alayhi sallam? Tha dola m'ju tregu për natën e Kadrit, mirë po tha e harrova. Shkaku i çkajt, shkaku që ju u përlajtën në mes veti dhe mu m'doli nga mendja. Në këtë hadith ulemaja kanë thonë, nëse keni probleme në shtëpi, problemi, fesatet, ngritja e zërave e hub bereqetin në shtëpi. Dhe kur s'ka bereqet në shtëpi, është problem. Me mira euro fut në shtëpi, mirë po nuk ka bereqet, asgjë. Dikush me pak para ka, thotë çish po jetosh për vëlla, apo këtan. Ka rase për shembull dy vllazni janë i njëjta rrokin. Njëri ka bereqet, tjetri dhe në fund nuk mundet me e që dhe në fund mujt rrugën. Atë njëjtë janë. Para të arsye kërkoni bereqet.
Bile një prej haditheve thuhet që edhe nëse i ngjeni parët shumë kështu, tankon hu bereqeti. E dyta, edhe me qenë aq shumë kanë thonë ulemaja, të përpikt çdo detaj, 1 euro 50 cent, 20 cent, 30 cent, e harxova, edhe kjo thotë hup. Edhe kjo e hup bereqetin, mirë, por nuk do të thotë që më bona vëllezër të shejtanit që më konë edhe as me tepru, po as me e neglizhu. Pastaj thot, marrja e shkaqeve legjitime nuk do thot dalje nga kaderi, përkundrazi kjo është plotësimi besimit në kader, mbështetja e vërtet në Allahun subhanahu wa taala nuk arrihet përveç se me marrjen e shkaqeve. Për një rastin që i ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ku e laj devin? Tha e lash Allahut. Jo, tha lidhe pastaj mbështeti Allahut. Merri parët ti, ke marrë pi bankës aty, 100.000 euro, edhe midis rrugës lej parët aty, ku i laje parët, mbështetet Allahut. Jo, kjo s'është mbështetje. Ti nuk i ke marrë shkaqet mbrojtëse. Merri shkaqet, pastaj Allah subhanahu wa taala dërgon krijesa që ty t'i ruajnë atë pasuri. Lidhja me kaderin dhe lënia e punës dhe marrja e shkaqeve është e ndaluar. Kush mbështetet vetëm te shkaqet, duke anashkaluar Zotin e shkaqeve, ai është kaderi thot. Mund t'i vesh në shkaqe, apo po mbështetesh po jo në Allah subhanahu wa taala, ky është thot kaderi. Shkaqet i merr që ta ka leju Allah subhanahu wa taala, unë them një fjalë, mos thoni shërues është doktori, po thoni është kurues doktori, është mjekues doktori. I merrni shkaqet, po shërimi është në dorë të Allahut subhanahu wa taala. Mos thoni shërues është krijesa apo mjeku. E keqja nuk i atribuohet Allahut subhanahu wa taala, e as padrejtësia, por veprat e tij janë të gjitha të mira, sepse ato sillen rreth drejtësisë, mirësisë dhe urtësisë, dhe Allahu i lartësuar është krijuesi të keqes dhe të mirës, ai ka krijuar çdo kënd dhe punën që vepron secili prej tyre. Tash shikimi të Allahut në botën tjetër. Një prej kënaqësive që besimtarët e kanë ditën e gjykimit është shikimi te krijuesi absolut. Nuk ka kënaqësi vllazni më të madhe që ti me po krijuesin tënd. Nuk ka kënaqësi më të madhe 70 vjet. Pi bjen sejdë Allahut subhanahu wa taala, po e parafytyron Allahun azza wa jall dhe ti po dalish para Allahut peshe Allahun. Kjo kënaqësia më e madhe, nuk ka kënaqësi tjetër. Kur gjë mos me don në botën tjetër. Hiç ama bash hiç kur gjë. Veç me po krijuesin absolut, ty kanë me tu shtong syt. E Muhamedi alayhis salam çka ka thonë? Thotë ju keni me po Allahun azza wa jall, që shpeshone honën 15. Qysh e shikni honën 15, është e plot hona 15, qashtu keni me pa Allahun azza wa jall. A është kjo krahasim vllazni me thonë që Allah, pejgamberi sa e krahasoi Allahun me honën? Jo, se si. Po ta jep mënyrë alegorike që me tregu çështu kemi pa qartë është fjala. Jo se Allah është honë kjo. Ashtu kemi pa qartë. Dhe atë ditë ka me pas të Allah azza wa jall fytyra të ndriçuara duke parë Zotin e tyre. Kanë miran sejdë Allahut azza wa jall krejt. Këtë kanë miran sejdë. Ka me pas takim specifik se cili rob i Allahut subhanahu wa taala me Allahun azza wa jall, edhe o rob jam, ka me thonë privat o vëlla, privat. Sikur që shkon me një zyre, me një drejtor, ti ki me shku tek Allah dhe ki me fol direkt. Që gjuhën se cilin gjuhë e din Allah azza wa jall, edhe ka me thonë o rob jam, a ki bo që të gjuna? Po e kum bo, ja rab. Thot, unë ta fola në dynjo, ta fshina, nuk të marrova. Qëri shantazhet që i bëjnë, qafirat që i bëjnë, ndaj qafirave. Ndërsa Allah subhanahu wa taala ti gjynoa që i bënë, për shkak mirësis tonë dhe disa veprave, po ti fshin Allah azza wa jall, gjynoa që i bëjnë gjatë natës. Se vallahi, billahi, Abdullah ibn Mesudi, a di që ka thonë? Kush ka thonë Abdullah ibn Mesudi? Ku jemi na? Thot sikur gjynohet me pas irë të kishin pas. Që nëse një person bën gjynoh dhe ira i vjen. Thot ishin largu njerëzit prej meje. Allahu akbar. Ai ka thonë. Kush jemi na? Secili e din vetveten vllazni. Sa gjynoh ka, çka bën e çish bën. Secili e din kur do del para Allahut subhanahu wa taala se çfarë vepra ka bë. Lusim Allahun azza wa jall me na përmirësu, e me na vdisu, e më kthy dinit Allahut subhanahu wa taala. Tuara rreth pojimit, shikimit Allahut nga besimtarët,
në ditën e gjykimit janë të shumta, kanë arritur gradën e mutawatirit. Mutawatir është mbi 3 transmetues. Mbi 3 transmetues. Ahad edhe mutawatir ka. Ahad edhe mutawatir. Mutawatir është shumë transmetues që bëhet që s'ka mundësi me qenë i dopt hadithi. E po thot Sheikh Albani, shikimi ditën e gjykimit i Allahut Azza wa Jall ka ardhur me transmetime mutawatir. Çfarë shumë transmetues që kanë ardhur që ne kemi pa Allahun subhanahu wa taala, këtë kanë mohuar Mu'tazilit, Shiat duke shprehur qartësi. Ai që supozon se Allahu do të shihet në këtë lloj forme apo atë lloj përshkrimi, ai ka rënë thot në përngjasim. Nuk lejohet në kokën tonë me pas që shko me pa unë Allahun subhanahu wa taala, me një hadith ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, sado që ti mendon se çështu ko me pa, ai është ndryshe thot. Hadithi. Ai është ndryshe thot. Nuk mundi me paramendu, po na e ndim që ekziston Allahu subhanahu wa taala. Për sa i përket shikimit të Allahut në këtë dynjë, profeti alaihi wasallam na ka lajmëruar hadithin e saktë që askush nga ne nuk do ta shoh atë derisa të vdesë. Derisa të vdesë nuk ke mundësi me pa. E sufit thënë na në këtë botë kemi një zona, kemi pa, ku e dione, për shembull ka pas raste, shejtani ju ka paraqit sufive të ndryshëm, e ka po që ka bo zicër shumë, edhe ka hinë trans, edhe i ka ardhur një zonë prej nardit. I ka thonë, o, ti filan, ju ka paraqit se lloj kishe arsha, po kupton. Një zot ja ka bo bardh aty nalt, me do rime, do sene, si lloj pallati apo, qa me thonë aty, edhe i ka thonë me një zot të mërshëm, i ka thonë për ty sot e kësaj, sot e tutje kërejt, haramet janë halal. Shka dush t'i bën, ti ki këtë halal. Edhe ky ja transmeton këtë komunikim me shejtanin, xhamati i vet edhe xhamati i beson, edhe e bën evlija këto, edhe çështu i devijojnë njerëzit fatkeqësisht. Pretendimi i dikujt se pejgamberi sa me ka parë Zotin e tij në natën e Miraxhit, thot është i pasakt dhe i pavërtetuar, nuk e ka pa. Allahun Azza wa Jall, Muhamedi alayhi salatu wassalam, janë transmetuar shumë hadithe të dobta në të cilën thuhet se pejgamberi sa me ka parë Allahun, por se nuk janë të vlefshme për argumentim, përkundrazi hadithet e sakta e mohon indirekt shikimin dhe Allah subhanahu wa taala, dhe profeti alayhi salam u pyet, a e ka parë Zotin, kur pejgamberi sa është pyetur, a ka parë Zotin, profeti alayhi salam i përgjigjet dhe thot, si ta shihja a ishte dritë. Si ta shihja a ishte dritë, dhe thot e ka parë Zotin me zemrën e tij, por jo me sytë e ballit. Domethënë këtë dynjë ku çdo që thot e shoh Allahun subhanahu wa taala, ajo është gënjeshtar. Ajo është gënjeshtar. Veç paramenon e krishterët dhe llazni, çush i vizatojnë zotrat. E po është një debat bosnjakisht, një bosnjak me një kroate. Edhe ajo kroatja e sinqert, subhanallah, katolike, bosnjaki musliman, kroatja katolike. Tha hina në kish në Gjermani, edhe tha i pashta 2 persona idho i kishin bo me mjekra të bardha senën e këni, edhe tha peshot që kjo tha pediun e Jezusi që është qështot, ku pedishme. Po, në bas të fotove që shi kanë bo, tha që kjo është Jezusi, mirë Zoti, po që kjo tjetri, kjo tha është Zoti, krijusi. Ta lebe tha me mërës. Më thonë, logjika shnosh nuk e merë. Më thonë, qka e kanë bo si form njeriut me mjekër të bardh, edhe kishe përmon Jezusin në dorë. Kjo i dhejtari, Allah. Që tash po bëjnë me inteligencë artificiale, kishin bon në Gjermani apo në Zvicër, e kishin bon me hinë kish, ja kanë shti Biblën ati inteligencës artificiale, edhe ja kanë qitë do ase filtira aty, edhe ta shkon tipi krishtiri aty para në thojza Jezusit, edhe flet a ja kthem përgjigjen. Qysh ma kthej mu përgjigjen? Ja kthem përgjigjen, edhe thot unë po takona me Jezusin. Edhe pse fillimisht ai thot që kjo është inteligjencë artificiale, nuk i besoj, po thjesht si lloj ndjeshmëri, si lloj ndjenje, po me kalimin e kohës çështu edhe shirku është përhap tek umetet e kaluara. E në ç't din ju neve po na thrisni a? Në ç't fe po na thrisni? Që feja jonë që 15 shekuj me asë një gjami sunnie nuk mundesh me gjetë as foto e as idhuj. Allahu subhanahu wa taala ka rujt këtë din.
15 shekuj, 16 shekuj. Çfarë do xhamia që janë, po ka dhe të grupeve të ndryshme, për pos sufije që janë teqet, ajo diskutohet, ama xhamit sunnite, këtë bidatet i kanë bobovaki, fotografi që aty e kanë nuk ka. Fotografi edhe idhuj, s'mujsh me gjetë në xhami. Sepse kjo është idhujtari, o vëlla. E ku po do me na thirr ti? Po do me na thirr një idhujtarizëm. Po do me na thirr në shirk, po do me na deviju krejt, edhe me na thirr kishem patriotizëm, që shfolëm më herët. Deri në takimin e radhës, subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.